kryetari i shoqatës Tirana, përfaqësues të mediave vizive dhe të shkruara prezente në këtë sallë, më lejoni që në emrin e Fondacionit Alsaq dhe të Fondacionit Arben Tafaj t'ju uroj mirëseardhjen dhe falënderimet tona të përbashkëta për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të radhës, të cilin e mbajmë me rastin e një vjetorit të humbjes të ndarjes nga jeta të mikut ton, vllait ton, të rëndirit Arben Tafaj. Ne kam mbledhur këtu për kujtimi i figurës së një qytetari të denjtë të Tiranës, të ikur papritmas nga kjo jetë një vit më parë. Boshllëku i krijuar nga ky largim i beft ndihet ende qartë. Si të kishte ndodhur dje, ajo ngjarje lënduese për zemrën dhe shpirtin e çdo njohësi nga afër, e të afërme, të gjakut dhe të shoqërisë së gjerë. Arben Tafaj la shenjë me aktivitetin social dhe për kushtimin e veçantë për komunitetin Tiranës.